Lindja e vajzës sime. Përndryshe jam doktoresh, po krejt arritjet e mia as nuk i afrohen ndjenjes nënës. Edhe kum pas pak problem, domethënë derisa kum bo vajzën, po kur e kum bo, po kon diçka që zor përshkruaj një operim përpara që më duhet mi bo para se mi lind vajzën, masaj e kum arrit mi bo. Edhe tash më duket që është arritje shumë e madhe dhe sakrificat që kum pas përpara dhe krejt është ja vlen, normal. Në momentin kur jam bo nën ka ndru pak. Fillim janë ato sakrificat e bebes, krejt ato, po Përshëndetje. përshëndetje. Si po kaloni? Mirë, jo. Mirë, faleminderit. Për histori të jetës këtë dëgju? Për kanë? Për histori të jetës. Po. Cila është mënyra më e lumtur për të jetuar një jetë të shëndosh dhe të mirë? Mirë kuptimi, besoj. Nëse kemi mirë kuptim, besoj arrihet edhe lumturia. Si të arrihet këtë lumturi që shumica nuk mund ta gjejnë shumë? Ndoshta mirë kuptu një tjetrin, edhe mundu me arrit diçka. Nëse arrin diçka, atëherë e përdor atë karrierën tonë ose dijen tonë edhe arrin lumturinë. Arritja më e madhe në jetë që ke pasur deri tash. Lindja e vajzës sime. Lumturia më e madhe për mua ka qenë momenti kur jam bo nën, domethënë përveç karrierës, po kjo ka qenë arritja më e madhe. Këtë arritje e ruan, themi e ke më të veçantën që Normal, është ndjenjë, çdo sa që arrin jetë, më duket që ja përkushtoj vajzës. na përshkruaj pak atë ndjenjen ti ku për herë të parë, domethënë të qenurit domethënë nën si ke përjetuar. Ndoshta është e vështirë mu përshkruaj me fjalë, po është ndjenjë që nuk e përshkruaj me asgjë tjetër. Përndryshe jam doktoresh, po krejt arritjet e mia nuk i afrohen ndjenjes nënës. Edhe kum pas pak problem, domethënë derisa kum bo vajzën, po kur e kum bo, po kon diçka që zor përshkruhet. Një lumturi që ajo është lumturia ndoshta momentale që kur ja shes sy që të shikon vajza, kur më ka shikuar momenti kur ka lind, për mua ka qenë diçka që s'më mi përshkruaj. Tamam lumturi. Çdo nën besoj që kish mi përshkruaj njëjtë. Duket edhe vajza që është shumë simpatike, pa mundësi ta shfaqim këtu. Është vetëm një fëmijë që e kemi. Me vetëm fëmijë po. Ata edhe vetë kanë pasur probleme, ka qenë sfidë kjo? Ka qenë një operim përpara që më duhet mi bo para se mi lind vajzën, masaj e kum arrit mi bo. Edhe tash më duket që është arritje shumë e madhe dhe sakrificat që kum pas përpara dhe krejt është ja vlen. A duhet të sakrifikosh çdo nën për një fëmijë? Të shumica ndoshta këtë sakrificën disa nuk e dëshirojnë sakrificën e madhe, ndoshta thonë, pse të sakrifikojmë shumë për të qenë nën për shembull. S'pedi, ndoshta pa aprovu, edhe muin më mendu. Tash edhe kohën e sotit mendohet shumë që pse është e nevojshme me qenë nën ndoshta. Po nëse e provon, besoj që ja vlen gjithçka. Kështu që për mua ja ka vlet. Ka ndryshimin tash që po ke kur tash je nën, është më ndryshe jeta, ka ndryshuar tek? Normal. Në momentin kur jam bo nën ka ndru pak. Fillim janë ato sakrificat e bebes, krejt ato, po tash domethënë e qet një farë balance të jetës. Që i kushtohet pak ndoshta karrierës, pak kushtohet fëmisë, edhe mundohet mi gjet një farë mesi gjithka. Atë mos më qenë kulm ndoshta të karrierës për momentin, derisa të arrin një moshë vajza. Kështu është kënaqësi. Nuk e bën ndoshta si obligim, po është kënaqësi. Për të qenë në jetë i suksesshëm, çka duhet të bëjmë? Për me qenë i suksesshëm, ndoshta më koni kënaqur me veten, edhe i kënaqur me rrethin, atëherë edhe besoj arrihet edhe suksesi. Do të thonë një mesazh për gjithë ata njerëz që dëshirojnë të jenë suksesshëm, si në karrierë, si në jetën private edhe profesionale. Çfarë kush e thon? Besoj që pa pas një jetë mirë private nuk arrihet edhe karriera. Ndoshta do nuk janë një kënaqësinë asaj karriere nëse nuk i dikon me festu, si me thonë, ose me shiu. Nëse e ki, do me thonë, dikon offer që të përkra, atëherë edhe ndjen kënaqësinë edhe të karrierës. Do thonë që pas çdo arritje temen, unë kum pas dikon offer që mi festu me ta ndoshta. Edhe u kon ma e këndshme. Dhe ajo arritje ka qenë ma e këndshme. Ishte kasi ta ndash këtë histori. Të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë për kohën. Kalofsh mirë. Faleminderit.